Sipas policisë financiare, i denoncuari i punësuari në UT si bashkëpunëtor i lartë për logjistik dhe punë në terren gjatë periudhës mars 2020 shkurt 2023, dyshohet se ka përvetësuar paratë që studentët ja kishin dorëzuar për pagesa të participimit, bashkëfinancimit dhe shpenzimeve të tjera të studimeve. Në vend që ti depozitonte mjetet në llogarinë e universitetit përmes platformës ePay, ai dyshohet se i ka mbajtur për vete, duke përfituar në mënyrë të kundërligjshme rreth 3.362.272 denar. Për të njëjtën shumë, sipas kallëzimit, i është shkaktuar dëm financiar Universitetit të Tetovës. Për të fshehur veprën, ai dyshohet se ka përgatitur dëshmi të falsifikuara për pagesa, të cilat ju ka dorëzuar studentëve si prova se pagesat ishin kryer. Sipas hetimeve për falsifikimin e dokumenteve, ai ka përdorur të dhëna dhe kodin QR nga një dëshmi reale pagese përmes ePay, më pas duke ndryshuar emrin e paguesit, shumën dhe datën e pagesës. Studentët, duke besuar se pagesat ishin realizuar, i kanë dorëzuar këto dokumente në sistemin elektronik të universitetit dhe në shërbimin studentor.